Se mirë, e këngës së bukur, Odeon, që nga Pellazgia dhe Iliria, Odeoni mbetet përfundimisht nona dhe baba e teatrit botëror, jo vetëm atij shqiptar. Në Odeon flisnin ata çfarë kishin për të thënë e për të dhënë, e dëgjonin rrethi i parë, shtronte pyetje të gjithë rrethë të tjerë dëgjonin. Sonte i kemi dy mysafir tepër të veçantë. Pas luftës, kush jemi ne? Janë ata që do na thonë në mënyrën më të mirë, me fjalë e me punë, e me vepra artistike. Zona e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Nusret Plana dhe regjisor i nderuar Robert Nuha. Hajde, profesor, mirë se erdhe. Zoti regjisor e koreograf, mirë se erdhe. Apo i zini karikat apo ju shkon që shtu të i thonë një tjetër jo u luti se me qëndru në shërbim më shumë. Hiç fort nuk bëjmë luft pas karikave. Se kemi për... Profesor të njo, që një 100 vjetë. Dhe veç karikën se ki dorë. Jo, përbes. Pastaj befasia më bukuriste kur po bisedonin për emision, kur më thatë se ju që do të ditë, apo në shumë ditë të javës, se nështë se kom qëllu mirë, bëni fitness, këtu ma keni ftu fort. 4 herë njoftë. A 4 herë njoftë? 4-5. A unë dikur lavdosha që po luj futbol 2 herë njoftë. Robert Niserve, të kemi për herë të parë. Po, faleminderit shumë. Si e Robert? Mirë që me Basën Nusret, mas shumë udhëtimeve, peripecisht ndryshme, mas një suksesit jashtëzakonshëm me shfaqjen. Ja ku jemi këtu bashkë. Një ca fletë ma të madhe, ma kështu në... Po, e vërtet. Po, unë e kam qështu zonin. Drenic, po në shta më but pak. Sonte jemi bashkë për një diçka të bukur, sepse profesorin e nderuar e kemi pas disa herë në spektaklin tonë Odeon dhe e kemi një marrëveshje të pashkruar, të panënshkruar, bile as të bëme me fjalë. Po edhe kjo e ka marrë vesh, ma shumë si në ajrë, në etër, edhe une e ko marrë vesh pe vetë vetës që sa herë të bëni gjonat bukura, sa herë të bëni diçka të bukur profesori bën shpesh, ne do të mundohemi ta sjellim këtu për të na thënë atë se çfarë po bëjmë. Edhe një herë mirë se erdhët, jemi këtu bashkë që të flasim për një shfaqje, e cila edhe si titull edhe si pyetje shumë interesante. Pas luftës, kush jemi ne? Kush jemi, profesor? Që them të drejtën ne... Vazhdoj me qenë shqiptar, mos gabëm me hi me gjëmue, me vajtue. Pa tjetër, jemi loze fort, jemi rënjë, vërtet Pellazgo Iliro Dardane, përka si shqiptar pas një dyshim, i kemi të mirët dhe të këqijat, por sot do të flasim sigurisht për një sukses të veçantë të një vepër artistike që pa modesti mund them është kryevepër e koreografit dhe regjisorit Robert Nuha dhe kompozitorit profesor doktor Trimordoni. Faleminderit. Unë kësaj radhe, si që thatë në fillim, vërtet kam hezitu me të ardhë në emision, sepse kisha përshtypjen që jem bo pak bajatësisht të popull, sepse jem marrë shpesh herë, por vërtet më ke thonë, si që më pa të thonë edhe i madhi Besim Dina, edhe i më pa thjerë shumë herë, më ka pas thonë në shtretë sarë të bëjsh veprat mira, kemi qenë musafirimi. Kështu më ke thonë edhe te. Edhe kështu duhet. Megjithatë, po përpiqem me ru pak a shumë modestin, por... Po, sot këtu jemi me një sebeb të jashtëzakonshëm. Po, shumë e vërtet. Nga se ju së bashku, edhe me plot aktor tjerë që do na i thoni, keni bëni diçka, një shfaqje të jashtëzakonshme, një shfaqje tepër të veçantë, në të cilën ideatore, producent është profesor doktor Nusret Plana, në të cilën koreograf e regjisor është Robert Nuha. Robert, po të thëmë profesor, se me sa di unë ke dhënë mësim në Tiranë. Po. Kam dhënë në Tiranë edhe në Kosovë. Edhe më pëlqej një titull dikun e lexova, e lypa në për Google, shfaqja e shekullit të ri. Se ky shekull i ri sikur edhe na ka mungu për zotin, sikur po vonohet në përgjithësi. Pastaj një kombinim i jashtëzakonshëm, muzika, Trimordhomi e kështu, do të flasim. Kjo shfaqje, pas luftës, kush jemi ne, erdhi si rezultat i një pune të madhe kolosale, profesorit të nderuar, i cili bashkë krejt globin e ka hecë,
dhe duke sjell me vete si një siharet, si një gjithë faktografin e asaj se çka ka vujt ky popull për lirinë e vet. Profesor, tash, a tu duk si kur tu hargjun fjalët, shkronjat, fotografitë dhe deshe me kalu se kështu ka rjedhë dhe jeta në përgjësi, kur janë hargju fjalët e këto, janë bo valët, janë bo koreografit, janë bo shfaqet. Si erdhe kjo ide? Këtë drejt, na im kur e nxjerr këtë konstatim, sepse vërtet më duk që kemi fillu të dembelavemi, të mos lexojmë shumë, dhe kjo është e vërtet e madhe, për fatin ton të keq, domethënë po na mungon leximi. Dhe prandaj aty ku mungon leximi, mungon edhe edukata e mirëfillt, edhe familjare, edhe adhetare, edhe patriotike, dhe kisha përshtypjen që duhet bëj diçka pak më ndryshe se deri tash. 25 vite rresht, një udhëtim kushtimisht po them maratonik në gjitha qendrat evropiane dhe botërore deri në Amerikën Mike dhe Australinë e Largët me qindra promovime të filmave, të librave, të ekspozitave në shumë gjuhë të huaja etj. Dhe kisha përshtypjen sikur jam harxhuar edhe vetë sepse shpirti ma kërkonte një diçka më shumë, një diçka më ndryshe. Akoma për të thënë. Akoma për të thënë. Dhe kjo ishte ideja ime, por këtë ide aq shumë ma pasuroi profesor Robert Nuha, edhe në bashkëpunim me profesor Trimor Dhomin, sa që gati që nuk e njihja atë idenë që kisha propozu fillimisht ta ketë titullin Jemi një listë me 2 deg. Kështu ka qenë edhe biseda e parë, kur jemi takuar dhe... Se jem tos, se jem geg, jem një listë me 2 deg. Pikërisht na ime. Nuk ka fe, as ka parti që e përçon këtë shqiptari. Pikërisht. Aty e kisha dhimbten. E ka thonë Nikola, këtu e një 25 apo 30 vjet në këngën e tij të famshme. Nuk e di kush e ka shkruar tekstin, po teksti jashtëzakonshëm. Po. Vërtet kemi Bajram e Pashk, por shqiptarinë e kemi bashk. Ajo thënie është për antologjia dhe faleminderit për profesor Robertit dhe profesor Trimorit që një herë ndërtove idenë, profesor. Po ideja ka qenë e kahmosshme. E shkrove pak a shumë. E shkrova edhe thjesht e zbërtheva në takimin e parë që pata me profesor Shkodran Tolaj në asnjë mënyrë nuk e humbi meritat. E kisha pyetjen si e gjete Robertin? Pikërisht e gjeta përmes profesor Shkodran Tolaj, e pim nga një kafe në restoran Sinfonia edhe ja thash ja përçolla, ja transmetova këtë ide timin, edhe thash më duhet një regjisor, jo vetëm profesionist, por edhe shqiptar i vërtet, edhe patriot, që e ndjen me shpirt këtë karakter përmbajtësor të këtij materiali që unë doja ta bëj shfaqje artistike, dhe ideja ime ishte me bën në skenë të hapur, domethënë para teatrit kombëtar përballë të madhit kryeheroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut për festën e nëntorit. 28 nëntorit. 28 nëntorit. Dhe hiq pa u kujtuar 2 herë profesor Shkodrani tha ta gjetha njeriu që ty të shkon për shtati dhe edhe besoj që keni me bëu mrekullim këtë vepër. Cili është ai, tha Robert Nuha i Drenicës, edhe aty për aty e thirrin telefon Robertin, edhe qilloj fati që ishte këndej pari, domethënë ishte në Kosovë Roberti, dhe asnjë orë nuk ka shku, kemi shku në Drenicë, në Drenas në një restorant. A Drenicë shkuat atje? Drenicë më një herë shkuam. S'ka që nal profesorin. Shpejt. Po. E kam ka një herë një thënie, tha ma qef kam një shërt shpejt, se një herë të ka dalë. Në 28 nëntorin, që ishte dikon gushti apo shtatori vitit të kaluar, edhe shkuam, u takuam në priti fort mirë Roberti, edhe ja që po them që thot populli hatri gjithë atyre sakrificave sublime për luftë, për liri, për pavarësi, për atë dhe që u takuan 2 adhetar, 2 intelektual, 2 profesionista që kishin pas nevojë me u taku shumë herëta, dhe vërtet ka qenë kënaqësi sepse ma kuptojnë shpirt këtë ide timen Roberti, dhe pastaj e morë shumë seriozisht, tha po profesor përbes kjo vepër do të jetë gjigante dhe do të jetë e kushtueshme, dhe prandaj pak hezitante. Ja tha veç me fjala, apo i dha dhe skenar? Kisha në letër, unë e krejt që shtu ishte, domethënë, ideja. Fillimi, ideja, përmbajtja